Kryetari i qeverisë nuk ka lidhje me asnjë regjistër të asnjë institucioni. A jeni pyetur nga SPAK? Edhe njëherë, s'mund të pyetet. Sali Berisha as nuk u kujdes ta mohonte vërtetësinë e këtij dokumenti, një regjistër i manipuluar i Gardës së Republikës, 21 janarin e vitit 2011, kur para zyrës së tij u vran 4 protestues dhe u plagosën qindra të tjerë. Ky dokument tregon as më pak e as më shumë se 21 janarin e gati 15 viteve më parë, dikush ka dhënë një urdhër që mbi protestuesit të hidhen lëndë homogjene, pra lëndë kimike dhe toksike, shumë të rrezikshme që mund të dëmtojnë në masë në raste turmash të mëdha. Regjistri i Gardës u publikua për herë të parë nga Report TV në vitin 2015, 4 vite pas masakrës, kur Berisha nuk ishte më kryeministër, dhe atëherë shërbimi për çështjet e brendshme i policisë së shtetit zbuloi falsifikimet, urdhra të cilat më pas ishin tenduar të fshiheshin nga dokumente zyrtare. Dokumenti modifikuar ka të ndryshuar urdhrin në orën 16:28 të 21 janarit 2011, vetëm pak pasi tashmë ishte qelluar drejt protestuesve dhe kishte të vrarë në bulevard. Urdhri lexohet me vështirësi për shkak të ndërhyrjeve. Komunikoni me generalin dhe të ngrihet helikopteri dhe të hedh lëndë lakrimogjene mbi demonstruesit në Piramid. Në bazë të dyshimeve të shërbimit të çështjeve të brendshme, para korrigjimit, fjala lakrimogjen, lotësielse, ka qenë homogjene, toksike. Përshtypje të bën edhe një tjetër shënim. Në faqen e korrigjuar shkruhet: urdhërdhënësi generali, ora 14:54. Urdhri: asnjë lloj zjarri pa zbatuar ligjin kundër demonstruesve. Por para korrigjimit, sipas ekspertëve që e kanë analizuar me kujdes dokumentin, atëherë kjo frazë ka qenë: asnjë lloj zjarri pa dhënë urdhër dhe më pas i shtuar kundër demonstruesve pa zbatuar ligjin. Këto faqe të librit të Gardës së Republikës janë dorëzuar si provë materiale që prej 10 vitesh në organin atëhershëm të akuzës dhe sot duhet ta ketë edhe SPAK, që sipas Berishës nuk e ka pyetur kur 2 javë më herët dha llogari për 2 orë para hetuesve të prokurorisë së posaçme. I pyetur sot nga Report TV, Berisha tha se si kryeministër nuk ka asnjë lidhje me korrigjimin e dokumentit, por ju shmang pyetjes se kush i ka dhënë këto urdhra, të cilat më pas është angazhuar Garda për t'i fshirë nga regjistrat. Berisha tha se ajo nuk ishte punë e kryeministrit, por a mund të jepte dikush urdhër pa lejen e kryeministrit që mbi protestuesit të përdoreshin lëndë kimike? A mundej që kryeministri të mos e dinte se për këtë do të ngrihej në fluturim një helikopter dhe rreziku do të tejkalonte protestuesit, por do të prekte edhe qytetarë të tjerë, gazetar, polic apo të tjerë që mund të gjendeshin në atë moment me detyrë apo edhe rastësisht. Sigurisht që piruetat e Berishës sa herë që vjen fjala për 21 janarin janë bërë tashmë normale, ndërsa shpresohet që i pavërtet të jetë edhe pretendimi se nuk është pyetur nga SPAK, që do ta vinte vërtet në pikpyetje seriozitetin e hetimeve nga ana e prokurorisë së posaçme. Berisha ka një precedent specifik, kur në vitin 1997 urdhëroi 2 avion luftarak MiG të sulmonin demonstruesit e mbledhur në Vlorë për të protestuar kundër falimentimit të firmave piramidale. 2 pilotët e avionëve nuk e zbatuan urdhrin dhe u arratisën drejt një aeroporti ushtarak në Pulja, duke dekonspiruar urdhrin. Një tjetër krim, për të cilin Sali Berisha nuk ka dhënë kurrë llogari para drejtësisë. Kaq. Miru pafshim.